Ju përshëndes. Kemi ardhur sot këtu në me sfond kam varrezat e tufinës. Numri i lindjeve është më i vogël se sa numri i vdekjeve, ndërsa këtu kam flamurin amerikan me La Civitan edhe $6 milion që mori La Civita. Isha këtu për punë, flamurin e mora me vete, nuk e kemi pritur që të sillet në këtë mënyrë ky flamur. Kur ka filluar kjo klasë politike, qoftë Mediu, qoftë se do flasim për Mediu sigurisht, qoftë Berisha, qoftë Rama, qoftë Meta, e kanë filluar duke na thënë që ne jemi pro-amerikanë, ne jemi pro-perëndimor dhe na vodhën me këtë flamur në dorë. Gjithkohën mbajtën këtë flamur, tani masi na vodhën, na bënë, na të lëndisën, u bën numri i lindjeve më i vogël se numri i vdekjeve, prandaj dhe e kam në sfond atë varrezat. Dhe me qenë se ndodhen gjitha këto, sot na vjen një La Civita me $6 milion, ato $6 milion janë lek gjaku, ja ka dhenë Mediu, me shokët e Mediu, sigurisht me Shkelzenin edhe Saliu, për të mbuluar hallet e tyre të mëdha që kanë me drejtsinë, për të shfrytzuar burgut, për të dalë, për ato që kanë bërë gjithmonë. Edhe duke patur parasysh këtë, unë mora rrugën e erdha këtu, me qenë se isha dhe në punë, shkruajt edhe këte, për La Civita në $6 milion, për lekët e gërdetit me cilat është paguar, se janë lek armësh, lek gjaku, me 26 vetë të vrarë, me 300 të plagosur, me një fshat të shkullur nga vendi. Dhe kur vje puna, La Civita tani vjen për t'i nxjerrë këta nga burgu dhe për t'na futur ne në një burg të ri, korrupsioni, krimi, siç ka qenë dhe ngelet, ajo është. Unë jam kundër këtij Jakomonit të ri, se Jakomoni përfaqësuesi ka qenë përfaqësuesi i Italisë fashiste këtu i Mussolini. Tani përfaqësuesi i Trumpit na ka ardhur ky dhe bën si don vetë. Ky flamur sot me këto që po bën duke na promovuar Belerin, shokët e Belerit, tradhtarët, antishqiptarët më të mëdhenj, njërin pas tjetrit, ky flamur nuk përfaqëson për mua me asgjë. Ky flamur sot për sot ka marrë pamjen e La Civita, se cili do të verë vullnetin e një pakicë me dhunë dhe me paran, edhe me të gjitha mënyrat e zeza, mbi vullnetin e shumicës. Do të na kthej tranzicionin nga e para, prandaj duke mos patur aq në shpresë më të ky flamur dhe duke ditur që me këtë flamur po luftojnë ata që nuk ja ka duan të merren në Shqipërisë, unë do bëj atë që bëj gjithmonë. Unë pushtimin e ri modern nuk kam për ta duruar kur, kam për të reaguar ndaj tij, kam për të luftuar ndaj tij si duhet që të vi, por për momentin unë kam një mënyrë paksa me praktike sa për të lajmëruar. Ky është i djegur si flamur për mua. Prandaj nuk ka pse të mos digjet, se kur një vend bëhet vorrez më shumë se sa shtet, atëherë hajde që të presësh nga ai lloj vendi. Ja, prandaj kam dalë këtu, tani kam edhe veglat e punës me vete unë, edhe do bëjmë edhe aktin e fundit. Me mua, unë kam për të reaguar në këtë mënyrë dhe në plot mënyrat e tjera. Kur nuk do pranoj që të nënshtrohem. As të partë e mi nuk janë nënshtruar, as unë s'kam për të nënshtruar kur. Do rezistoj deri në pikën e fundit. Nuk e lejoj unë këtë të më bëhet të parasyve ndërsa unë të hesht. Ju mund të heshtni sa të doni, as kam lejuar në njëherë të hesht, as kam për t'ja lejuar vetës, se kanë lejuar as të partë e mi. Ne kemi patur ëndra nga ky flamur. Nuk e kemi ditur se do na privilegjoj Sali Berishën, pat mirë me Diun, apo të gjithë këta të tjerë që s'kan lënë krim dhe gjë pa bërë. Dhe sot vinë këtu dhe na thonë do votoni ata dhe nuk ka rrugë tjetër, sepse paguhen, marrin dhe vendosin një lloj fashizmi të tyre. Kurse ne rrim në hall të Zotit me ujë me orar, me bukë me racion dhe me të gjitha të këqijet. Kjo është arsyeja sepse bëhet kjo. Më vjen keq, po s'ka rrugë tjetër. Një mesazh u duhet dhënë.